Mirdita dhe përshëndetje nga arena e demave. Sa po ka nisur dhe reshjet e para të shiut, por shpresojmë dhe urojmë që kjo sfidë, kjo super sfidë nxehtë mes Partizanit dhe Apolonis, por le të shikojmë të mundësitë e Apolonis që drejtohet zonës, vjen goditja është e pabesueshme. Çfarë goli kemi psuar shumë shpejt, duke njohur cilësitë e kësaj skuadre. Krosimi drejt zonë, nuk largohet siç duhet. Mundësia goditse. E godet e top shkon në rjet. Barazohet sfida. Risel Hopça. E pa mbaruar mirë fjalin, teksa besojmë me forcë që kjo skuadër për të cilët elementet që ka në gjyrën e saj. 1-1, sapo ka minuta 30. Partizani barazon në këtë mënyrë. Prekelet, Hyka. Luciano Myrto, Leshaj, goditja, topi shkon në rjet. 2-1 Partizani. Shënon Orgito Leshaj, minuta e 53 dhe më në fund pas një aksioni të gjatë dhe të bukur, Partizani gjen golin e avantazhit. Topi drejt Zekajt, mundësia rrezikshme, duhet të provoj Zekaj, lëvizje e bukur, provon zonë, goditja më të madhe, topi shkon në rjet. 3-1 Partizani, shënon Rej Zekaj, është minuta e 66. Nuk arrit do të ndoni, edhe pse u duk një goditje neutralizuese, por Zekaj me të majtën befason, ne kemi parë shpesh të gjë me të djathtën, por tashmë surprizon me këmbën e tij të majt. 3-1. Hoxha e ka në kontroll. E dërgon tek Vjari, është i shpejt, drejton zonën gjithmonë. Vjari, Hyka, goditja më e hershme dhe vjen goli. Shënon Partizani 4-1. Shënon Hyka pra. Gol shënuesi i sezonit që lam pas, arrin të gjej golin më në fund, numri 23. Golin e tij të parë zyrtar për këtë sezon. Zekaj, lëvizje e bukur, gjithmonë Zekaj, provon zonën, tokazi për Hyka që më herë godet dhe çon në rjet. 5-1. Asistimi Zekajt dhe finalizimi i Hykës. Në detaj Partizani këto çaste. Çfarë momenti, çfarë goli. Myrto, mjaft bukur. Zekaj ka mundësi goditse me forcë, gol! 6-1. Rej Zekaj. Çfarë goditje potente pas të majtës çlironte të djathtën tashmë Zekaj, duke dërguar topin për herë të 6 në rjetën e skuadrës së Apolonisë. 6-1. Arrin Sallaku në çdo mënyrë ta mbajë drejtohet zonën. Sallaku i fort e provon dhe godet në këtë mënyrë. 7-1 Flavio Sallaku, i cili buzëqesh pas këtij goli që rezulton pas një këmbgulje të fortë dhe nuk preferoi të fitonte një 11 metrash Flavio, por kërkoi që ta zgjidhte vetëm me të djathtën e tij